do të kompensohen 1/1 pa asnjë diskutim. 60.000 hektar pyje dhe kullota janë ndjegur këtë vit në Shqipëri. Vjetra banesa u shkatruan plotësisht, qindrat e tjera u dëmtuan, ndërsa flakët shkrumbuan bagti dhe sipërfaqe të mëdha me pemtari. Do të kompensohen 1/1 pa asnjë diskutim. Por 2 muaj më vonë, banorët janë ende në pritje të fjalës së dhënë. Tani më është inventari i plot dhe të gjitha ata të cilët kanë humbur banesat apo krerë baktish duhet të jenë të qetë për faktin që me kalimin e aktit normativ të qeverisë së shpejti do të dëmshpërblehen qindark për qindark. Ndryshe nga sa deklaron kryeministri, Agjencia e Mbrojtjes Civile, institucioni që koordinon procesin e dëmshpërblimeve, i tha faktoj pikal se inventarizimi nuk është përmbyllur. Vonesat sipas kësaj agjencie lidhen me verifikimet në terren dhe harmonizimin e të dhënave mes institucioneve qendrore dhe vendore. Ekspertët e pushtetit vendor thonë se verifikimet mund të ishin mbyllur brenda pak javësh, duke patur parasysh numrin e kufizuar të banorëve dhe përmasat e dëmit. Po ju si mendoni? Presim mendimet tuaja në komente.